Nesër është 7 maj, është dita e fundit kur certifikohen koalicionit. Mund t'ju njoftoj se Aleanca do të garon vetëm, nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik, me një listë bukur konkurruese, me kuadro të Aleancës, mirë po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si Aleancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Ka pasur diskutime, mirë po herët e kem boditur që Aleanca garon vetë. Aleanca është më e forta kur garon me llogon e vet, kur garon me kauzën e vet, dhe mësimet e të kaluamës tregojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione. Mendoj që kësaj radhe Aleanca do ta merr rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhjet qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përcaktuar drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madh, po e lëmë po nesër kjo, kur të publikohet lista e Aleancës. Mirë po do të ketë shumë risi.